kjo është një pjesë e cila mu është shëndrua në pyetje. Do më thonë, a do t'i ndodhte Ermira Kazhanit nga Burreli, e cila punon në në bashkinë e Burrelit, që të mbrita këtë vëmendje, e jo Mira Kazhanit, e cila është personalitet publik dhe i cili përqafohet me njëherë, kujdeset me njëherë. Po nuk ndodhi kjo në fakt, doktori im nuk më njihte fare, më ka thirrur për gjysmëore Anila. Kështu që ishte mundet e ta kisha patur të privilegj, por unë nuk rastisa tek doktori që të më njihte. Doktori im është pak personazh atipik, ndoshta duhet ju keni rastisur se edhe ti ke një shtëpi në Durrës, edhe jeton mes fundjavave atje me dashurinë e tij tjetër Sirenës dhe 4 fëmijës dhe 4 fëmijëve të tij dhe sallës operacionit. Nga fundi u ndje keq që nuk e dinte kush isha unë. Kështu që nuk mund të them që ishte një përgjigje se unë isha Mira Kazhani e njohur, unë isha Anila për doktorin tim. Okay. Kështu që ai veproi siç do të reagonte me një grua 44 vjeç që do ta takonte me syt me lotë dhe trembur si çdo grua tjetër. Që flet shumë më tepër për kujdesin se sa çdo gjë apo jo. Besoj. Kështu që unë qëndrova në Tiranë edhe për këtë arsye. Pastaj rrugtimi ishte shumë i vështirë, sepse aty unë e kuptova që isha në këpucët edhe në lëkurën e çdo gruaje apo vajze të zakonshme në Shqipëri. Sepse kur vjen puna tek sistemi shëndetësor, te testet dhe analizat dhe te kura që ti do të vendosësh, nuk ka rëndësi kush je, nëse ti ke zgjedhur të kurohesh në Shqipëri, është një përballje shumë e vështirë, torturuese. Nuk jemi të mbrojtur nga sistemi. Jo, nuk ka rëndësi fare kush je ti. Ata që kanë para, kanë mundësi të shkojnë jashtë, e vërteta është që do të bëja gjithçka për të shëruar, që të kuptohemi. Do të shisja shtëpinë time që e kam bler me djerse dhe me një kredi të mirë. Por do të bëja gjithçka, do të shisja makinën, do të bëja gjithçka për të shëruar. Por unë qëndrova në Tiranë, siç e thash, sepse nuk doja që të humbja kohë, sepse kisha frikë për faturën financiare që do të vinte, dhe kjo pastaj ka të bëjë me atë fatkeqësinë në cilën ne jetojmë. Një grua si Amantja, doktoresha që e ke hasur në librin tim, ajo është moshatarja ime, ka ikur nga Tirana në 97-ën, unë kam ardhur në Tiranë një vit pas asaj në 98-ën, ajo është doktoresh në Amerikë, ka patur një diagnozë siç edhe unë në gjithë, dhe aty mes asaj dhe meje ishte një botë e tërë. Më duke ndonjëherë sikur jetoja prapa dielli dhe jam ndjer shumë inferiore. Dhe më vinte shumë keq për veten, sepse mendoj që kam punuar veton që kur kam qenë 21 vjeç. Madje edhe kur isha në fakultet, bëheshin këto panajiret dhe gjeja një mënyrë që të shkoja në panajir, që me paratë e panajirit të blija libra që më duheshin për shkollën, apo ndonjë palë xhinse të bukura, sapo kishim bler një shtëpi në Tiranë me ca borxhe të vogla, njerëzve tanë të dashur që ishin jashtë, kështu që nuk ka qenë një rrugë e lehtë, dhe ti mendon që je Mira Kazhani, unë me thënë të drejtën jam Mira dhe ndjem shumë njeri i thjesht, po ti mendon që ke bërë një lloj, e ke bërë gavetën, e ke bërë një karrierë, ke bërë një emër, ke punuar, edhe ti mendon që një ditë do të kthehet mbrapsht ajo që ke bërë ti për vendin tënd. Unë gazetarinë e kam parë si një profesion dhe si nder në jetën time, e kam bërë me shumë pasion, e kam ditur që nuk do të bëhem asnjëherë e pasur, edhe ndoshta pikërisht se e pash kështu, Zoti më ndihmoi dhe më deshi aq shumë sa që nuk më deshën shumë para për të shëruar. Dhe nga kjo perspektivë ti ishe 2 sisteme, dhe 2 njerëz, domethënë e shet doktor Tanin, i cili përkundër mungesës së sistemit tregon një kujdes të jashtëzakonshëm, dhe ballafaqohesh me mjek italian të cilët janë pjesë të sistemit, dhe po ashtu tregojnë një njerëzi të jashtëzakonshme ndaj teje. Ata e kanë më të thjeshtë të tregojnë njerëzillëk, të jenë njerëzishëm, sepse doktori im besoj duhet takoj, e kam pyetur 60-70 pacientë në ditë, ndërsa doktori italist takon 7 pacientë në ditë. Unë mendoj që një doktor i mirë nuk e ka në dorë ta rregullojë sistemin shëndetësor, por një sistem i mirë shëndetësor është në gjendje të prodhojë qindra doktor të mirë dhe dinjitos.
Nuk e di tani se si ndodh me Turqinë, se më duket tek mjekësia biznes dhe mendoj që mjekësia si biznes e ka shëmtuar raportin pacient-mjek. Mjekësia si biznes është edhe në Amerikë, po prap kanë mundësi, nëse je pjesë e sistemit, ti funksionon. Ndoshta, nëse je një urgjencë, do të fusin me njëherë, se i ka marrë të gjitha të dhënat. Jam shumë informuar për spitalet nga do. Tokyo është më e mira në botë për kancerin e gjirit, por për mua, nga përvoja ime personale dhe njeriu flet, dhe në libër unë kam treguar të vërtetën time. Se si thot Yuval Harari, realiteti është një, të vërteta janë shumë. Ajo është e vërteta ime. Dhe ndoshta për këtë arsye kisha frikë se të mos isha e vetme, dhe më vjen mirë që nuk jam e vetme, sepse unë jetova në Itali, po të ishte e vërteta ime unë jetova në Shqipëri, po të ishte e vërteta ime në Itali, me siguri do të ishte një e vërtet më pak e dhimbshme, përgjigje do t'i kisha marrë për 3 javë, nuk do të kisha patur kriza të vogla mosbesimi, apo dhe të mëdha, kam patur dhe momente të errta ku kam patur frikë dhe kam thënë, a bëra mirë që qëndrova këtu? A duhet isha kujdesur unë? Mos unë nuk u tregova largpamse për jetën dhe për shëndetin tim, nuk po kursehesha. Unë thjesht kisha frikë të ikja në Itali për atë që ta shpjegova mos bien përsëritje, por mjekësia humaniste është në Itali vetë. Sepse e para atyre u ka krijuar sistemi atë gjë. Janë dhe pak njerëz komunikativ. Në Instituto Nacionale dei Tumori unë jam shëruar. Ata nuk bën asgjë për mua, se mua më kanë shëruar mjekët në Shqipëri, mua më ka shëruar Zoti, më ka shpëtuar Zoti sepse unë e kapa në stadin e parë dhe isha me shumë fat në fatkeqësi. Por ata janë, e kam kuptuar, është ndërtuar një sistem i tillë që atyre u jep shumë dinjitet dhe kjo i bën ata dhe të njerëzishëm. Por janë dhe me këmbë në tokë. Kam një moment se janë 2 Giuseppe në Itali, se më ndishte dyshi, 2 nëntor, bilateral, në të 2 gjint, dhe shkoj në Instituto Nacionale dei Tumori dhe pres që të takoj Giuseppen tim, cilin e kisha kërkuar në Google, një mjek i pashëm, diku tek 70-at, shfaqem tek dera, sigurisht prita, nuk të duhet atjet mendosh se ku do kalosh dhe së duhet të pyesesh askënd se ku është zyra e stenologut. Sepse është gjithçka e menduar që ti të mos kesh kaos. Jo si kaosit tek onkologjiku që e ke lexuar, besoj, të kujtohet rrëfimi me një roje që të thërret, mos parko makinën aty, futesh në korridor, askush nuk të sheh me empati, as doktorët, as infermierët, as të sëmurët, as pacientët, as shoqëruesit, secili kërkon është ai rregulli i xhunglës tek ne. Unë them që ne për te këtij rregulli i xhunglës ne jemi njerëz me zemrën ngrohtë. Dhe po të na japësh mundësinë e tregojmë veten, sepse këtë e kanë treguar shqiptarët nga do që shkojnë. Pra si individ, nuk është rastësore që ne funksionojmë kaq mirë, por ne na ka munguar ky sistemi. E gjen mënyrën, janë shiritat dhe në bazë të ngjyrës së shiritit ti do të shkosh deri tek zyra dhe pret te zyra dhe atje. Kam pritur 1 orë gjysmë. Nuk është se nuk pret dhe nuk kur të thrasi doktori dhe kur shfaqem aty më del një Giuseppe i ri, i vogël, Giuseppe Junior. Thash, nga trova tani, që nga Giuseppe që kisha dhe prisja Giuseppen a una certa età, thon italianët, në një moshë të caktuar, sepse isha ende shumë e brishte dhe e trombur, doja besim. Edhe thot ai, jam asistenti i doktor, edhe ishte onkolog, ishte i ri, si duket ishte asistenti i Giuseppe Caprit, i Giuseppes së madh. Po unë kam folur vazhdimisht me Giuseppen e vogël, për çdo gjë që thoshte Giuseppe i madh. Dhe Giuseppe vogël ishte shumë i kujdesshëm që të më jepte mua informacion dhe kur unë nuk e pyesja. Pra në Shqipëri, me gjithë dashurinë mua më duhet i pyesja mjekët. Nuk të shkruan askush përpara. Madje ai më shkruante edhe kur analiza nuk kishte dalë. Sepse atje më desh të ribëja biopsinë për shkak se pa bërë ata vetë biopsinë nuk të çojnë materialin në Kaliforni, ku është një analizë që bëhet vetëm atje për të gjithë botën. Është interesant ky kontrasti i shqiptarëve, kneja ndaj kufirit. Ne jemi zhvilluar në socializëm dhe tash e gjejmë që vendet tona janë ultrakapitaliste në kuptimin e shëndetit, arsimit e tjera, ndërsa shteti social, për shtet social shkojmë në Itali, shkojmë në Gjermani, në Zvicër. Italia dhe ishin 2 Giuseppe dhe Giuseppe më merrte vazhdimisht në telefon dhe më sqaronte dhe një gjë që më ka bërë përshtypje shumë,
përveç humorit tim kur them që më dukej sikur më donte, nga që më fliste aq mirë, në fakt ai thjesht bënte punën e tij, po kjo është një sa jesë e bukur e imja, për treguar se sa ndihmon për shërim. Po, ndihmon për shërim se nuk keq kuptohem, nuk e ngatroj dashurinë e burrave. Në këtë moshë të paktën jo jam pjekur. Por ishte një mënyrë për të thënë unë se sa bukur flasin ata dhe sa mirë të trajtojnë. Dhe është një moment kur ai më telefonon për të më thënë që bashkë me Giuseppen kishin vendosur që terapisti ime duhet i shtohej dhe një test që bëhej në Kaliforni dhe për këtë arsye duhet të ribënim biopsin. Shkëputet telefoni dhe unë mendoj që bie linja. E ritelefonoj Giuseppen dhe i them me sa duket ra linja. Jo, thot ai. Më mbarua mua oferta, nuk kisha më para për të folur. Më ka mbetur në mendje ky moment, sepse kuptova që ai nuk ishte një mjek i pasur. Dhe nuk e bënte atë se po fitonte para. E bënte atë se e kishte mision, e bënte se e kishte vokacion. Është etika e tij. E bënte se e kishte etik. Po. Dhe fitoi shumë pikë në botën dhe në zemrën time, me thënë të drejtën, e vlerësova shumë dhe jam ndier shumë mirë, kam bërë shumë mirë që kam shkuar atje, siç kam bërë dhe shumë mirë që kam qëndruar në Shqipëri për pjesën që kam bërë në Shqipëri. Unë jam shumë e kënaqur për eksperiencën me doktorë dhe me mjekët apo me imazheristët në Shqipëri. Nuk kanë gabuar në asnjë lloj diagnoze. Është e njëjta si në Shqipëri dhe në Milano. Por tek e fundit dalin pak te letërsia, është si puna e letërsisë, është mënyra se si ta thon dhe mënyra se si vjen tek ti, sepse kur je i sëmur shërohesh dhe me fjalëve ton.